Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion. Rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për të diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Duket se kryeministri Edi Rama tashmë zyrtarisht do të tentojë të fusë duart tek ligji për të parandaluar vendimarrjen e SPAK-ut. Pra zyrtarisht në nën kuptime, zyrtarisht ditën e sotme Edi Rama i ka shpallur luftë SPAK. E themi ka shpallur luftë SPAK në thonjza për vetëm arsye që është artikuluar dhe ka propozuar që të paktën kryetar bashkie, president, ministra, SPAK mos ketë mundësi të pezulloj. Po pse kjo frikë e Edi Ramës këto momente? Në fakt, për ironi të fatit, edhe presidenti i Republikës Shqipërisë është në SPAK. Ministrat të tjerë të Edi Ramës janë në SPAK. Vetë, SPAK ka hyrë në zemër të kryeministrisë, po për ta thyer gjithë të hierarki ka futur dhe avokatin e popullit. A thua se nuk ka apo është i pazëvendësueshëm një avokat popullit. Kjo është ajo panoramë që sot Edi Rama ka treguar për opinionin publik. Në anën tjetër është munduar që ditën e sotme të identifikojë prokurorët si minje qenë. Ka thënë gardhin, për ne do të vendosim gardhin që mos kaloj minj dhe qenë. Por në anën tjetër vetë Edi Rama duket sikur është i frikësuar. I frikësuar sepse SPAK i ka ardhur në zemër të kryeministrisë, por sikur mos mjaftonte vetëm kaq. Në anën tjetër ka thënë se Belinda Balluku i ka propozuar 3 herë dorëheqjen, por ky nuk ka pranuar. Këto janë ato se çfarë ka thënë ditën e sotme kryeministri Rama. Sikur mos mjaftonte gjithë kjo situatë në fakt, tashmë ngrihen pikpyetje çfarë do ndodhin pas. Dhe unë për të analizuar në fakt që nga qëndrimet që ka mbajtur kryeministri Rama, që tek shkarkimi apo dorëheqja e numri 2, njeriu më të besuar të Edi Ramës, Agaçit, Angel Agaçit, sekretari i përgjithshëm, i cili të paktën sipas burimeve mediatike ka qëndruar 3 orë në SPAK dhe më pas ditën e nesme ka paraqitur dorëheqjen. Në fakt për gjitha këto, do diskutojmë me kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Romeo Kara. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, Ermal. Avokat, falenderoj për kohën tuaj. Do doja ta nisi me njëherë, avokat, ditën e sotme, si e pe fjalimin e Edi Ramës dhe më pas ta analizojmë pse ndryshimet në ligj çfarë kërkon të arrijë, po si e pe fjalimin e Edi Ramës. Unë mendoj që fjalimet tilla ku shprehet mlefi, arroganca, po dhe një lloj paremërimi për pushtetet e tjera, përbën një kthim pas në retorikën tonë politike. Pra nëse ka qenë deri tani me një numër të madh zyrtarësh të përfolur, të dyshuar në akuzë apo dhe me të dënuar me burg për korrupsion dhe shpërdorim të tyre, dhe ka mbajtur një retorikë politike larg përplasjes direkte me drejtësinë, besoj ka qenë pika e vetme e fortë që bënte një ndarje të mazhorancës nga opozita. Pasi opozita u vu përballë me egërsi kashi strukturës posaçme, po dhe gjykatës, duke denigruar edhe prokurorët veçantë, po dhe gjykatës veçantë. Tani kjo retorik nuk është instaluar brenda ditës, por ka filluar direkt pas arrestimit të Erion Velis. Kjo ka bërë që të hyjë në fushatën e fundit. Kjo retorik ka filluar që kur u arrestua Erion Velia, i thoni. Po, pra, këtë kam konstatuar. Pra, nëse kishte një rregull pashkruar që nuk përziheshin, nuk komentonin, se dhe komenti duhet bërë. Tani politika mbi opinionin mbahet mbi perceptimet, po perceptimet krijohen nga opinioni.
Dhe njerëzit kanë pritur gjithmonë që edhe për njerëzit e saj që janë arrestuar, por edhe për tjerët që nuk po arrestohen, qofshi të opozitës apo të opozitës, ata janë atje si pjesë e entourazhit politik që bëjnë ligje, po dhe zbatojnë ligje dhe ndikojnë sistemin e drejtësisë. E ka të kaluar vetëm për mënyrë regresive, them unë. Domethënë, qofse kishe një standard, ai standard tani nuk ekziston më. Dhe është shprehje e një vullneti që po tregohet qartë të kontrollimit të gjithçkaje. Dhe jo thjesht duke tejkaluar kompetencat, po tashmë duke zgjeruar kompetencat e saj si mazhorancë në fushën ekzekutive dhe legislative dhe duke kufizuar kompetencat e pushtetit tjetër që është pushteti i drejtësisë. E gjitha kjo bën që po ta marr me që po e komentoj në planin e përgjithshëm qoftë politik. Kjo bën që mazhoranca të impostohet e tëra në mbrojtje të vetes, duke mos respektuar më ligjet që kanë qenë deri tani, po duke ndryshuar ligjet në favorin e saj, gjë që do të çojë patjetër në rritje të arrogancës, por që lexuar politikisht do të thotë që po përgatit të fundin e saj. Për arsye se kalimi në arrogancë kaq hapur dhe ndryshimi i ligjeve në këtë mënyrë, sidomos në këtë kontekstin tonë ku jemi ne, edhe jemi pjesë e Europës dhe nuk jemi, po që jemi shumë pranë saj dhe shumë të ndikueshëm për saj, do të bëjë që do të zgjojë tani edhe faktorin ndërkombëtar nga heshtja deri tanishme, apo të prononcuarit me gjysmë zëri, duke bërë që ata diku në mënyrë graduale, po dhe të shpejt, mendoj, do të prononcohen dhe duke dalë shumë shpejt nesër në pozita dhe konfrontuese me establishmentin politik shqiptar. Pra, jo të gjitha forcat politike që janë në Europë mund të ndikohen nga miqësitë e krijuar deri tani nga mazhoranca, po ka dhe forca tjera të cilat, sidomos institucionet që janë pjesa e Strasburgut, gjykata ndërkombëtare, Komisioni i Venecës e tjerë, të cilat u mendoj këtu jemi dhe këtu do ta diskutojmë prapë bashkë, do të prononcohen kundër këtyre hapave, qofshin politik apo dhe ligjor që po ndërmerren mazhorancat. Romeo, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, pse pikërisht sot kryeministri Edi Rama i ka identifikuar prokurorët e SPAK-ut, pra nuk i ka shigjetuar drejt për drejt, po ka thënë do të vendosim një gardh që minje qenë mos të na kalojnë. Pse identifikon në këto momente prokurorët dhe ju vendosi etiketime prokurorëve të SPAK-ut? Kërkon të intimidoj, është mënyrë të shprehuri, apo thjesht ndihet i rrezikuar dhe tashmë do të dali në lojën e vet? Ermal, intimidimi bëhet në tjera pozicione. Kur janë pushtete të cilat secili kërkon të ruajë pavarësinë e tij, nuk ka më intimidim. Intimidimi mund ta bësh tek një person i cili nuk është një pushtet në vetvete. Por besoj që ata që janë në pushtetin e drejtësisë, domethënë që ushtrojnë funksionet e drejtësisë, nuk kanë arsye të intimidohen. Pasi është e pamundur të punosh, të japësh kontribut në drejtësi, duke mos e bërë një pakt me vetveten, duke mos ofruar radh parë integritetin dhe personin e fortë i cili është në gjendje të përballet me sfidën që t'i jep drejtësia, se drejtësia është sfidë, është mision. Shumë më tepër se sa
përfaqësimin që mund të bëj një deputet apo një ministër. Ata janë përfaqësues, drejtësia është gjë tjetër. Pra garancia e një shoqërie të drejtë është pikërisht drejtësia. Dhe garancia e ndarjes pushteteve, që ne nuk e kemi, është prapë drejtësia, pra zbatimi i ligjeve. Tani një shtet duhet të ketë ligje të drejta dhe zbatime korrekte të tyre. Nëse ne organizojmë sot, pra duke folur si kryeministri kryetari i majorancës, organizojmë sot një aleancë, pra u shpreh aleanca që tashmë qeveria i dërgon mesazh njerëzve të saj, që ka deputet, të cilët duhet jenë të pavarur në pozicionin e pushtetit kontrollues mbi qeverisjen. Prandaj ka një sër komisionesh të përbërë nga opozita dhe nga pozita. Disa për tyre dhe i drejtojnë opozita, sidomos ato që janë kontrollues, ne kemi lënë që t'i drejtojë dhe opozita. Pikërisht për të parë se si zbatojnë reformat, po dhe ligjet, edhe si menaxhohen fatet e vendit. Përfshirë financiare që janë më të prekshme, po dhe të tjera. Tani çfarë ka ndodhur? Se duket sikur ka vajtur pra në mënyrë çdo thotë kjo. Kjo retorik do instalohet nesër në studio televizive. Siç u përdor termi kazan, do përdoren tani termi minje, mace e qenë në për studio televizive. Edhe në rrjetet sociale. Se duhet marrë parasysh faktorin e rrjetet sociale, ku disa persona janë më aktiv se tjerët dhe nuk ka nevojë ti urdhërosh drejt për drejti, po ata e marrin direktivën tani dhe do instalohet kjo përballje. Para sa ta shohit të arsyeshme leadershipi i PS-s dhe Rama. Ata nuk kanë rëndësi të gjykojnë me kokën e tyre, a është e drejtë apo jo, por do instalojnë këtë retorik. Deri dje kemi thënë që njerëzit janë mbajtur në burg pa gjyq. Në fakt është një e pavërtetë e madhe, pasi për çdo rast kemi pasur kërkesën e prokurorisë dhe vendimin e gjykatës. Dhe palët kanë apeluar, kanë ankimuar her pas here në të gjitha shkallët e gjykimit gjendjen masën e sigurisë dhe kanë kërkuar revokimin apo shuarjen e saj. Pra ka pasur gjykimin në gjitha shkallët. Dhe disa për tyre do shkojnë në Strasburg, por kanë konsumuar sipas ligjit të gjitha shkallët tu që të marrin drejtën e gjykimit në Strasburg. Pra nuk kemi asnjë rast se ndryshe do të ishte çuar i pari avokati i popullit, edhe të tjerë, e do të bënin akuza të rënda penale për privim të pa drejt lirisë, pa ligjshëm. Nëse këta janë pa vendim gjyqësor, atëherë njerëzit duhet të shohin kush i ka hequr lirinë në mënyrë të paligjshme dikujt. Me orë t'ia heqësh dikujt lirinë në mënyrë paligjshme, ban përgjegjësi të mëdha, disa vite. Përgjegjësi është vërtet. Pra, që këtu bie, kjo është retorik po të shtruar tek militantët, ndërkohë që këtu është e pabarabartë retorika. Për çfarë arsye unë si person jam pro institucioneve të drejtësisë, çfarë interesi kam unë tjetër? Janë të kompleksuar njerëzit që janë drejtësisë, janë njerëz, kanë familje, disa lodhen me këto denigrime, sulme tjera. Pa ta nuk kanë një mundësi të mbrojnë veten e tyre. Sot më kam parë, ne thamë shqyqyr që po krijohet një opozit të paktën në duket parimore për pro-drejtësisë, Berisha prapë ka sulmuar Dumani. Që në orët e para të mëngjesit. Po çfarë do bëj ky popull tani? Sulmon drejtësinë ky, sulmon ky. Po këta që pretendojnë të vinë dhe e forcuan protestën, po si do vini?
për të përballë dhe ju me drejtësinë. Jo, po, kjo drejtësia është e mirë, po s'është i mirë ky dumani, s'është ky. Po mirë, nuk kanë këta një logjik në kokë për ta kuptuar që ti e sulmove dumanin dhe mund të jesh ti ai që ke ndikuar që ai dumani të dekorohet nga sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndër pak njerëz si simbolet kundër korrupsionit. Po pse duhet dëmtosh një opozitë të tërë duke instaluar këtë lloj retorike? Pra nëse unë vrisja mendjen, po dal dhe unë protest nesër, kupton? Shoqi rikthimi në këtë retorik tregon që nuk bëri gjë tjetër veçse u bashkuar në retorik me Ramën, pavarësisht që në retorikën e tij ka dhe ato klauzolat kundër Ramës. Kjo është shumë e rrezikshme. Dhe tani drejtësinë e kanë vënë në mes aktorët e mëdhenj politik, duke përdorur fuqinë e tyre dhe duke folur me këtë gjuhë Berisha, nuk është çudi që nesër Rama t'i gjej të gjitha numrat, se pak numra i duan. Se do të kaloj tek ajo, po të qëndroj pak. Ditën e sotme Rama ka thënë që ministra, presidenti, kryetar bashkie, ishte avokati i popullit, po atë avokatin e popullit duket se ka futur sa për garnitur, që nuk do preken më nga këto ndryshime ligjore. Pse i duhet pikërisht tani në këto momente që këta të jenë më të barabartë se çdo funksionar tjetër. Kaq e vështirë është që të zëvendësohen individ të caktuar brenda qeverisë Rama. Tani unë nuk kam dëshirë ta shoh ta trajtoj kështu se është e shkëputur nga logjika juridike që unë e kam. Okej, ma analizon në logjikë juridike. Unë e kam të qartë çfarë është procedura penale. Ta diun që është procedura penale. Procedura penale dhe të tjera ka efekt parandalues. Pra të siguroj ndjekjen penale, të siguroj procesin që të çojë tek zbartja e vërtetës dhe tek drejtësia. Por radh parë ka dhe efekt parandalues. Ju mendoni që një serial killer që mund të jetë edhe pse ka me pagesë, po edhe pse është psikopat, pra i smur psiqik, nuk duhet arrestuar? E kemi parë, ata kur gjenë mundësin, sipas mundësisë tyre gjykohet që e kanë mundësin, bëjnë një vlerësim risku dhe thonë nuk ka shumë risk, ata vazhdojnë. Smullikun e tyre, hobin e tyre, si janë dhe të smurë, janë dhe malinj. Kemi dhe malinj në politikë. Tani, në një moment caktuar, kjo procedurë penale, zotët të cilës janë në kuptimin dhe ata, vetë prokurorë dhe gjyqtarë, po preken procedurën, do të mbajnë përgjegjësi. Kjo procedurë penale është mekanizëm që e kanë prokuror, sidomos prokuroria, OPG dhe një pjesë e policisë që ka lidhje me këta, se janë në varësi të prokurorisë, këto dhe OPG edhe policia, edhe organet tjera ligjzbatuese. Të siguroj dhe po ka raste dhe parandalon. Pra, momenti i pezullimit apo i arrestimit nuk është dënim me paraburgim, nuk është dënim. Është parandalim, por të ruajtur procesin. Që nga ky moment, duke vënë një kufi të fortë, duke rritur në mënyrë gati absolute imunitetin e këtyre postave që u thatë, ata do të kanë marrë mesazhin sot, bashkoheni me mua, edhe nëse nuk janë bashkuar, bashkoheni në mënyrë publike është mesazh. Dhe nuk do të shqetësoj kush. Po kush është një njeri që është në pushtet dhe nuk e do një luks të tillë, të punojë pa shqetësuar. Dhe në momentin që është i pashqetësuar dhe ja ke bërë malore gati të pamundur që ta pezullosh atë person, e ke të sigurt
që gjithë procedura penale nga një akt të ngjohet me vëmendje procedurale do kthehet në një akt të vonuar formal të pablerë. Pra ne rrëzojmë gjithë procedurën penale. Pra gjitha garancitë që do kemi ne. Pra këtu është hyrje e pastër dhe e qartë në territorin e pushtetit të drejtësisë. Pra rrëzohet i gjithë thelbi për çfarë ekziston procedura penale. Tjetra, ne kemi një nen që quhet neni 18 i Kushtetutës që flet për barazinë para ligjit. Këta persona ushtuan tani këta persona, ishin më pak, ishin deputet, ministra, kryetarbashkie, këta persona tani u futën të tjerë, këta janë mbi ligjin. Atëherë ka rënë sundimi i ligjit në Shqipëri dhe barazia para ligjit? Pa dyshim që po. Po, se logjikisht ne jemi gjithë barabartë, paktën këtë kemi lexuar. Është menduar, se unë di çfarë është thënë dhe si janë bërë ndryshime në vitin 2012, pra është një regres. Në 2012 këta lëshuan të dy palët për të luftuar korrupsionin. Pra, kishim 2021 janarin, kur u bë ajo demonstratë e madhe edhe me pasojat pakthyeshme për kundër korrupsionit, atëherë palët në 2012 ra dakord të lënë një imunitet të cunguar gati procedurial. Pra, plotësohen letrat siç duhen, se s'mund të shkoj unë nga rruga dhe ti, e të themi kryetari i kuvendit, mbledh këshillin e mandateve të rregullohet etj e të imunitetit dhe hiq imunitetin filanit. Pra ai e ka bërë organi i dur në formën e dur, nuk është gjykim shkallë të parë. Nuk jep një drejtën të gjykosh shkallë të parë. Dhe a ka te kalim kompetencash, a ka një abuzim, por ajo bëhet në organin e drejtësisë. Nuk jep drejtësi tjetër këtu përveç gjykatës. Dhe kështu që gjithmonë kur trajtohet imunitetit, paktën në këto vendet europiane, trajtohet në mënyrë të ngushtuar, sa më pak imunitet, sa më pak të ketë privilegj për të qenë mbi ligjin. Tani ky ligj vepron tek unë, vepron tek ju, por nuk vepron tek këta funksionarë që thamë. Por ne po flasim për një gjykat e cila ka marrë disa të drejta në kushtetut, edhe në kodin penal, edhe në ligjit organike që kanë. Pra, për gjykatën e posaçme, po flasim dhe për SPAK, prokurorin e posaçëm. Të gjitha këto drejta kushtetuese që morën, se janë organ kushtetues, për të marrë me korrupsionin, dhe korrupsioni është një dukuri që ideohet nga lartë, buron nga lartë, frymëzohet nga lartë dhe garantohet nga lartë. Tani tregoj që garantohet nga lartë. A mund të luftohet korrupsioni dhe shpërdorimi i detyrës si vepër penale me sukses, ndërkohë që të gjitha shtyllat kryesore të shtetit dhe pikat kryesore kanë imunitet gati absolut tani përballë procedurës penale? Padyshim që jo. Dhe kështu që mendoj që kemi një shkelje të fortë kushtetues. A preket të neni 6 i Konventës Drejtave të Njeriut? Padyshim që po. A preken nenet nga 6-7 i Kushtetutës për ndarjen e pushteteve? Padyshim që po. Dhe unë nuk mendoj që do të kaloj kaq thjesht me një votim parlament. Këta mund ta bëjnë, po nuk ka rast tjetër në Europë. Tani, këta mund ta bëjnë. Mund të ndërveprojnë ose para se të kaloj tek kjo pyetje. Sot Rama, përveç si dha mesazh të vetëve që bashkohuni me mua se s'do t'ju gjej asgjë, i dha dhe një mesazh SPAK-ut? Ose çfarë nënkuptuam ne sot me atë që tha i për SPAK-un? Tani, unë mendoj që ne duhet të shohim vullnetin e palëve në realitet. Ka parlemëruar dje apo pardje, nuk e di, në podcastin e tij që ne do të depozitojmë me shpejtësi,
Kam parlemëruar funksionar të lartë mazhorancës që ne do ta bëjmë të ndryshim dhe po e bëjnë. Tani ka një parim për proporcionaliteti i ligji. Besoj këtë analizë në për debatet publike të tjerë nuk do kenë qetësinë e duhur ta bëjnë. Pra, sa më i madh është tagri i pushtetit, aq më shumë duhet kontrolluar dhe pezulluar momenti më kryesor, se nga pushteti yt i madh është më e madhe mundësia për të dëmtuar provat një, po dhe procesi. Pra, në vend të themi sa më të madhe ke pushtetin, aq më vëmendshëm do të jetë drejtësia, se aty është dëmi më i madh, ne po ja zvoglojmë mundësinë pushtetit drejtësisë të merret me këta persona. Pra shkelu parim për Kishte një mesazh në teksti edhe për SPAK-un, fjalimi i kryeministit Rama sot, Romeo? Pra zota kuptoshit, ai tërkohën ka dhënë mesazhe me sjelljen e tij për SPAK-un që më lë të qetë, por problemi është që SPAK-un nuk dëgjon nga kjo. Po jo, i ka vesh mbyllur për të pjesë. Po jo, ata mund ta dëgjojnë, po ata i bie që ta mbyllin punën e tyre. Tani një person i cili kërkon garanci absolute të mos shqetësohet në ekzekutivin e tij, të gjithë kërkojnë, por nuk munden jashtë sa thonë, jo më ta bëjnë. Tani u po flas me pjesën tjetër. Do bëjnë këto ndryshime. Çfarë kursi do marrë vendi? Është e sigurt që Europa, para se çka kursit marrë vendi, dua të marr një mendim nga ju. Do të ketë një reagim të fortë të Amerikës, Britanisë dhe Europës në qoftë se vetë kryeministri Edi Rama fut duart tek SPAK-u, qoftë me mbështetjen apo me ndihmën e votave të zotit Berisha, apo edhe qoftë pa ndihmën e votave të zotit Berisha. Do të ketë një reagim të amerikanëve? Tani, kur the ai jep mesazh, unë mendoj që mesazhi më shumë e ka për të tjerët, jo për SPAK-un. SPAK-u ka një kujdestari të faktorit ndërkombëtar. Dhe unë nuk mendoj që një djetë shprehjen nuk mund t'i shërbesh dy zotave njëkohësisht. Tani SPAK-u e ka zgjedhur rrugën e tij. Pjesa më ishte kjo nuk mund t'i shërbesh dy zotave? Dy zotave njëkohësisht nuk mund t'i shërbesh. Ne kemi atë fjalën, dy kungull i sjetur nuk mund t'i mbash. Deri tani ne kemi pasur një drejtësi e cila ka qenë e varur, pra po flas përgjithsisht këto 30 ca vite, edhe një legjislativ, kjo shturp që duhet të jetë mbi ekzekutivin, varur nga ekzekutivi. Pra njerëzit që janë në ekzekutiv kanë pas tendencën dhe kanë kapur pushtetin e drejtësisë, dhe jo më kot jemi në këtë situatë ku jemi, ku korrupsioni është bërë normë, mënyrë jetese, edhe na ka ndryshuar dhe mentalitetin. Pra, kjo është shumë e rëndë, domethënë, që njerëzit shkojnë në një vend pune për përfituar gjërat fonde publike dhe jo pagën e tyre. Dhe kemi vrarë dhe meritokracinë edhe shpresën e tjerë. Por në këtë krizë që ne jemi, ku Shqipëria zbrazet dhe ikën dhe shtresa e mesme, për arsye se nuk gjen drejtësi, nuk ka dinjitet, ku s'ka meritokraci, s'ka dinjitet. Tani, vënia këtyre kufive drejtësisë, pra, ky është sulmi i hapët që bëhet kashi drejtësisë. Unë mendoj që do ta zgjoj reagimin e aleatëve tanë, po besoj edhe të njerëzve brenda. Ata pak nuk ka rëndësi se sa janë, pak, shumë apo pak. Edhe reagimin e njerëzve brenda. Ne nuk mund të veprojmë në mënyrë paligjshme. Për shembull, dje në Durrës ka urdhëruar merrjen e atë personin atje. Pse thaj vetëm? Në mënyrën se si është bindur ai policisë, atë du ta çosh tani për shpërdorim detyre. Është e pamundur që shoqërimi të bëhet. Jo sa kështu merreni, do të vinë këta, do të marrin, i tha. Jo, po e morën. I tha, do të vinë këta, do të marrin, tha. Është ai avokati që këta i thonë Gjigj Merimanga, ai duhet të reagojë tani se është marrë një qytetar në mënyrë paligjshme. Në pjesën operacionale nuk mund ndëry as ministri i Rendit, as kryeministri, as presidenti.
ligji për policinë e shtetit, edhe procedura penale, shikon qartë kur merret një person. Mund ta marrë një polic në gjendje emergjence, për një radhë caktuar, për një dyshim caktuar, dhe mund të ndaloj aq sa është nevojshme, por kur më tepër se 12 orë. Tani çfarë do të thonë kjo që e urdhon policin, kryetari i qeverisë së Mazhorans thotë merreni ju atë atje. Si tha asgjë në fakt. Po çfarë? Po mirë dhe mund të ketë ofendim, aty përgjigjet ai, verifikimi, edhe i bëhet një padi penale për ofendim, diçka tjetër. Por ti nuk mund ta marrësh pse thotë, ti mund ta marrësh vetë, ta thresësh vetë, identifikon dhe e thret. Por nuk mund ta marrësh se thotë kryeministri merre. Tani, unë që e lexoj ligjin dhe e kam të përditshme, jetoj me të, them, kjo është një gaf. Pra këtu tregon që e drejta, pushtetit së drejtës, domethënë, akoma mbahet në mënyrë abuzive, në mentalitet, mbahet nga kryetari i ekzekutivit. Bile dhe operacionet që bën policia nuk raportohen, po të kemi një detor policie me integritet, nuk i raporton as ke ministri, as ke presidenti, as ke kryeministri. Pra janë të pavarur dhe në operacione planifikuar. Pra policia e shtetit është një organ i cili smutet ndikueshëm politikisht. Romeo, të ndërpreva që parë kur the që nëse do të vazhdojnë të prekin spakun, edhe vetë faktori brendshëm do reagoj. Pra, shoqëria shqiptare duhet parë çfarë sjellje do të marrë. Si e shikon, nëse palët bëhen bashkë për të goditur spakun, mendoni që do reagojë shoqëria shqiptare apo do i bëhet vënë fare? Shoqëria shqiptare është shoqëri e smur. Shoqëri e dërmuar deri në humbje të shpresës. Se fakti që lënë vendin tregojnë që nuk ka më shpresë që ky vend bëhet. Unë e di që reagimi i saj do të jetë anemik si fillim, por gjithmonë pret sinjale nga faktorët ndërkombëtar. Megjithatë, mendoj që karta e stabilitetit do shihet tani nga faktorët ndërkombëtar. Do të pranojnë një stabilitet politik në Shqipëri me këtë kosto, pra me koston e turpit për ta, apo do ndërhyjnë. Dhe kur flas për që do ndërhyjnë, ata do ndërhyjnë të gjithë ata ligjvënës të cilët do të votojnë nesër pro këtyre ndryshimeve. Ata nesër në një formë apo në tjetër, edhe përballë Europës mund të jenë përgjegjës, mbas edhe penalisht. E dyta, ne mund të i dërgojmë një memorandum të fortë Europës, e cila nuk mundet të vi të thotë fjalë të mira për reformat, dhe pasaj të mos prononcohet për shkeljen e barazisë para ligjit, dhe të kushtetutës shqiptare, po dhe të parimeve të larta europiane. Nëse Europa do vetëm stabilitet dhe jo standarde, atëherë ne ngelemi të rimendohemi qartë, dështuam me këtë e duam vendin si gjithë Europa. Europa nuk na dashka me standarde, por na do mjafton të mos sjellim shqetësime, pavarësisht kostove që i kushton shqiptarëve, atëherë ngelim forma tjera. Pra klasa politike shqiptare ka për detyrë ata njerëz që kanë mend, integritet dhe vullnet, kanë për detyrë të rishohin o Europa na humb ne, të ti dëtohemi, kemi vende tjera, kemi Amerikën, mënyrë ekskluzive, as kemi free fight, themi dhe Europës, ti po përkra një diskriminim, pastër, se këtu diskriminim. Njerëz të cilët kanë pushtetin, kanë marrë të gjithë imunitetin e dur, në kohë duhet të kenë fare imunitet, dhe në retorik përgjithshme kanë rënë palët dakord dhe ta heqin, dhe me tremëri kanë deklaruar që unë se dua imunitetin të tjerë, por ja që përbëjnë. Pra ti stalosh me ligj tani, pse je në disa procese
dhe pikërisht për gjatë proceseve të ndryshosh rregullat e lojës, kjo është e pafajshme. Kjo është shkelje e rëndë. Mund ta duan të gjithë shqiptarët sa janë, sa kanë ngelur këtu, ai sa kanë ngelur, 2 milion e pak apo 1 milion, 2 milion pa pak. Mund ta duan këtë gjendje, po për mua nuk është e drejtë dhe është e papranueshme. Për këtë arsye mendoj që atëherë shohim çfarë zgjidhje do t'i japim vendit. Po diskriminimi është i papranueshëm. Romeo, pse kryeministri Edi Rama ditën e sotme tha zonja Belinda Balluku ka paraqitur 3 herë dorëheqjen, por unë nuk e kam lënë. Po tenton ta mbrojë publikisht, thjesht përdor një diversion mediatik. Çfarë do të thotë rasti? Më çapo ndodh. Ajo dihet që Rama po kërkon të sigurojë stabilitetin e qeverisë së tij. Por në këtë rast, ky stabilitet po prish, po cënon pushtetin e drejtësisë. Nëse e ka dhënë dorëheqjen 3 herë, këto mund të jenë baze të vetme të fjalë pozitive, pra personi ka dhënë dorëheqjen dhe nuk është pranuar dorëheqja për arsye se dhe pas ka marrë kosto duke të rrejë vëmendje mediatike e të opinionin mbi veten, ndërkohë që i bie që këto kosto pas ka marrë pa drejt. Se po të kishte dhënë dorëheqje, në thonë njerëzit po të rrojë tani dhe po e lë veten të lirë përballë organit të akuzës. Po dorëheqja kur jepet, nuk ka nevojë të pranohet. Dhe nëse flet për median, po atëherë dili medias thuaj që fillim e ka sjell dorëheqjen, edhe unë se kam pranuar. Po më në thelb është kjo që është detyruar tani, e sheh që nuk mban dot më ujë pilafi, se të gjithë janë sul Ballukut. Po e kështë për që fillim, që jam unë që nuk po e... Unë që mbaj Ballukut, nuk është Balluku që më mban mua. Në këtë kontekst, Balluku ka marrë disa pikë, në këtë prizëm, ai humb pikë të tjera, s'mund t'i mbash njerëzit me zor, dhe të mbajnë kosto mbi vete, se ti nuk lejon, nuk e përfituron dot që mund të kesh një qeveri jo të stabilizuar si që mendon ti, por që në bazë të fakte dhe prova që mund jetë drejtësia, ata ministra sot i ke, nëse nuk i ke. Dhe unë jam me këtë. Është sfidë e madhe qeverisja. Qeverisësh me ligje. Ne kërkojmë të kemi ligje të drejta dhe zbatim korrekt tyre. Tani ky ligj do jetë pa drejt. Atëherë si reagon shoqëria? Unë kam thënë kthehemi ke Rusoi. Tu prishet kontrata sociale. Ne nuk kemi votuar për një pushtet, kemi votuar për ndarje pushtetesh. Dhe sigur të gjithë tani të çohen militante PS-s të bërtasin korë me megafon, jo, zëri i të drejtës është më i fortë, zëri i të vërtetës. Ne kemi votuar për ndarje pushtetesh. Ata njerëz që kanë ligjin në këmbë të tyre sundimtar, ne çfarë bëjmë? Zgjedhim me vota sundimtarët tanë? Do i kthejmë në sundimtar. Pastaj drejtësia ka veprimin e saj në kohë, kur ti e vonon, prandaj tash kthehet gjithë nga një formë procedurale e nevojshme, kthehet në akt formal më vonë. Sot ti nevojitesh të jesh i pezulluar. Romeo, këtë se për mua thellohu e mal kuptohet ai po them. Të kthesh aktin procedural në akt formal, ke rënuar bazën e drejtësisë dhe gjithë procedurën penale. më thënë të kthesh aktin procedurial në një akt formal. Ajo do bëhet sot. Sot duhet që Romeo Karaj të arrestohet për shembull. Jo ta shtym ne tani ose të pezullohet. Se këtu nuk shkel njeri s'kalon miu. Jo më nuk është miu, është drejtësia. Drejtësia është atribut i Zotit. Zotin po e barazove me miun, edhe me qenë pasaj është tjetër gjë. Ta merr hakun ai. Parti për shumë zihen njerëzit për Biblën dhe Kur'anin, mos u lëmë se ato janë librat e atij. I del vetë për Zoti vetes. E vërtet është kjo. Edhe ka thonë, këtij Kur'ani kam dalë për Zotin,
cënuar njeri, deformuar njeri, ka ditur rejti dali për Zot. Pa i thonë njerëzve, mos u zini për këtë libër se këti dalë vetë për Zot. Dhe kështu ka ndodhur. Ky libër ka qëndruar pa prek. Apo edhe për tokat e shenjta, që janë papushtueshme. Ja ka sjellë ai në atë mënyrë që të mos pushtohen ata. Tani unë po flas ty për këtë. Kjo është pjesë e shenjtë e mënyrës se si duhet të ruajtur ky ligj. Par momentin sa filloi dhe veproi, ne tham shqyr ka disa ndyshe të drejtësisë në Shqipëri, në atë moment me spatë dhe me arogancë, por kjo nuk mund të kalojë kështu. Konsekuencat do t'i shohin shumë shpejt. Se njerëzit janë mërzitur, thonë, këtu s'bëhet, këta i kanë në dorë të gjitha. Tregoj me të mek absolutizëm në fuqinë e tij. Mënyra se si reagojnë njerëzit tregojnë që janë slevër. Slevër mentalitetit të tyre, mendojnë që janë të pafuqishëm, po pse mendojnë që janë pafuqishëm? Edhe ti mund të jesh pesimist sot, po pse mendojnë që je pafuqishëm? Qofse njerëzit bëjnë çfarë është në këtë jetë, domethënë. Njerëzit do të ndajnë mendjen. Do përballen apo jo? Do japin kontributin për veten e tyre, familjen e tyre, vendin e tyre, popullin e tyre, mbase nuk e meriton si popull. Si vend e meriton më shumë se si popull në këtë moment. Dhe prandaj për vendin jepet jeta. Është më e rëndësishëm vendi. Edhe nuk jepet vendi për tani. Qofse është e nevojshme, çfarë duhet bëjnë njerëzit? A duhet të ndajnë mendjen? Dhe ka një fjalë të urtë që e kanë përdorur nga veriu kryesisht. Mendja e ndame të nxjerr faqe bardhë. Njerëzit mos jenë oportunistë. Se ti jesh indiferent ka shi interesit publik, i biti jesh armiku vetvetes, po njerëzit e kuptojnë me vonesë. Këtu është prekur, besoj, interesi i çdo shqiptari, ose do preket interesi i çdo shqiptari. Ne kemi nevojë dhe për të rregulluar ca ligje tjera, lidhe me koncesionet, investimet, PPP-t e tjerë. Po që të preket kështu, kaq hapur, Romeo, edhe në mes të disa procedurave, kjo është krejtësisht e papranueshme. Një mendim. E kthen forcën e ndryshimit të ligjit në mjet personal. Kam një pyetje. Duke qenë se tashmë Rama po e sulmon në mënyrë frontale SPAK-un. Në anën tjetër, edhe vetë zoti Berisha ditën e sotme që pasi mbaroi Rama konferencën, filloi sulmoi Altin Dumanin sepse ai kishte dërguar shkresë 16 institucione për të hetuar pasurinë e zotit Berisha. Zoti Berisha po përdor një strategji të gabuar, ka hallin e vetes dhe pse pikërisht këto momente duhet të sulmoj SPAK-un? Për mua është reagim instinktiv i cili nuk kontrollon dot e bën ti dallë fort, sa të mos kontrolloj dot më asnjë retorik që e kishte vendosur kohët e fundit me shumë sforco për treguar që është i besueshëm për të qenë një opozitar, domethënë. Sot ka bërë gabimin më të madh të kohëve të fundit, që i është kthyer asaj retorike. Tregon që ne kemi nevojë patjetër për opozitë të re me njerëz të rinj. Që realisht pikën e parë që duhet të kenë është të shohin organet e drejtësisë dhe pushtetet e drejtësisë si partner dhe jo si armik për të vendosur kufirin ke thana. Pra nëse nuk ndërtojmë shtetin e së drejtës, pra gjëja e vetme që mungon në Shqipëri dhe që mund të rregullojë gjithë aspektet e tjera është vendosja e drejtësisë. Nëse ne nuk e bëjmë këtë, i bie që kemi dështuar për bërë shtet. Dhe shumë herë fqinjët na kanë nxjerrë namin e keq që nuk kemi aftësi shtetformuese. Pikërisht ke drejtësia, aty kemi dështuar gjithmonë. Dhe për këtë mendojmë që ka nevojë për forca të reja politike dhe për njerëz të rinj që drejtësinë e shohin si një mision dhe jo si një retorik ose si një pushtet që ta pranojnë nga halli se s'kan ç'bëjnë.
Ju rikthyer retorikës vjetër, për mua Berisha nuk e ndan dot hallin e tij nga politika përfaqësuese. Ka dëmtuar politikën përfaqësuese që ka duke folur për hallin e tij. Këto momente do kishte fituar pikë, po të fliste pro drejtësisë. Edhe këto moment bën një autogol që si hyn punë kurkujt, po përveç se lë shije shumë të keqe ke njerëz. Romeo, shikon të mundshme një aleancë kundër SPAK-ut Berisha-Rama në terma afat gjatë. Çështje punë një viti mund të merret vesh se çfarë do të ndodhi këtu, Ja do shohim ndryshimet në kodin për kodin e procedurës. Edhe reagimi nëse do të jetë thjesht një bojkotim, po pa u drejtuar atyre udhëzimeve që vijnë nga Rusoi, ku sovrani pastaj do të thotë fjalën e tij, nëse edhe parlamenti i bashkohet qeverisë në një aleancë për të kufizuar pushtetin e drejtësisë, atëherë duhet të çohet sovrani. Nëse opozita nuk e bën këtë punë, edhe me inaktivitetin e saj, duke mos bërë punën e saj, unë do ta shoh si aleancë me qeverisin. Kjo aleancë me qeverisin çfarë prodhon pastaj? Prodhon këtë që kemi deri tani. Pra forcim të maskarallikut, vrasjes shpresës shqiptarëve mëtej, dhe zhbërjes vendit përfundimisht. Zhbërja etike, ligjore dhe morale kanë bërë që janë zhdukur kombet të tjera para nesh, si jemi në të parë. Fakti që nuk jemi 8 apo 9 milion sa duhet ishim tani, pas 30 sa vitesh, po jemi në plakjet edhe në zvoglim të tmerrshëm, tregon që në zhbërje jemi. Zhbërja nuk është një proces që bëhet brenda një dite. Ky është një proces i gjatë që vazhdon, në shumë aktiv, ne jemi mësuar, nuk e perceptojmë si duhet, por është shumë alarmant. Është fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur në Shqipëri dhe janë gjithë këto faktorë që ne i shtrojmë për ditë që ndikojnë këtë gjë. Romeo, nga eksperienca juaj do t'ju pyes, partitë e vogla, si shikon në këto lëvizje? Do doja të pyesja mbi një ngjarje dhe mbi zhvillimet, a janë të qartë mbi atë se çfarë duan të arrijnë, apo bëjnë thjesht disa lëvizje pragmatiste? Në këtë kontekst doja të pyesja, kush të duket më i qartë tek aktorët politik, po ju i vë emrin të rinj, po se te aktorët e partive të vogla? Kush të duket më i qartë në këtë absurditet që ka rrethuar opozitën dhe që akoma nuk ka një qartësi se çfarë do ndodhi? Shiko, aty kemi disa grupime ku kemi një apo dy persona që prevalojnë mbi tjerët dhe tjerë që nuk njihen, që shkojnë pas këtyre personave. Tani ju i mendoni si parti që në konceptin politik dhe filozofik partia është një mendim organizuar dhe sipas ligjit shqiptar dhe aty ku duhem të shkojmë ne është një mendim organizuar ku prevalon demokracia nga poshtë lart. Në këtë koncept, ato parti akoma nuk janë bërë parti, kurse dy partitë e mëdha janë kthyer partitë liderëve. Edhe partia fashiste e Mussolinit, edhe partia naziste e Hitlerit kanë qenë parti e liderit. Pra është kujdesur shumë Hitleri edhe bashkëpunëtorët e tij të krijojnë kultin e tij. Po ashtu tek partia fashiste. Tani ne kemi një parti jashtë mendësisë totalitare, nuk kemi. Pra këto parti mund të kenë retorikën e tyre
për kundra abuzimit të pushtetit, po në krahun tjetër e kanë lënë pas dore ndërtimin e tyre, si pas statutit që kanë partitë dhe ke statutit sa të duash botuara, që nga Europa, Amerika dhe në Australi, për partitë të tilla që funksionojnë në mënyrë demokratike, e kanë stopuar, besoj, mund të jenë zgjeruar, por kanë stopuar ndërtimin dhe të çakullimin e mendimit edhe të vullnetit nga poshtë lart, marrjen e vendimeve nga poshtë lart. Romeo, Kështu që unë mendoj që ato duhet ta kuptojnë, siç janë ata sot, do të jetë Shqipëria nesër. Ne kemi nevojë për partitë liderëve, por kemi nevojë dhe tani kanë treguar se tani nuk e shoh kështu bardhëzi dhe prandaj po e zgjat. Kanë treguar për shembull, ke rastin e Lapajt i ka thonë, hajde bashkohemi si barabartë, e ka kuptuar që njerëzit nuk të vinë nga mbrapa se ke ti orekse për pushtet e tjerë tjerë. Pra, a je i besueshëm që ti do bësh to që thua, dhe kush garancia, se thash unë po jo, është garancia tek funksionimi, që vetë partia jote të heq nesër. po, është vërtet. Kush partia ka këtë ndërtim? Asnjë. Unë po shoh tani që Rama as që e mendon ta lërë në pushtetin. Kjo është më e frikshme. Tani, Pra mënyrën si ka ta prekim Po. të se është qëndrim malign, pervers në e pushtetit. Pra as që ka nërmën ta lë pushtetin. Pra kështu të ndrojnë nesër dhe ligjet tjera. Kjo është për kaluar lumin tani edhe pastaj të projetohet pushtet. Edhe të vazhdojnë të jemi principat, jo republikë. Republika për mua ka rënë me kohë. Po kështu Berisha të përjetoj dhe po e mbyll me sukses jetën e tij ai në krye të PD-s, pa lëshuar, atëherë njerëzit do të gjejnë tribuna të mendimit demokratik, se demokratik nuk është thjesht luks, kemi qef është një modë, jo, është e nevojshme për të funksionuar si kjo Europë, ku ne bëhemi si Europa. Është nevojë, ne nuk u bëm si Europa, por ne ikëm në Europë, po s'kemi ndërtuar në gjithë harit dhe atje. Se këtu në Europë ishte edhe ky, po erdhi këtu, në Europë s'u bë dikushi. Si ja pranoi njëri ato pritet tim mbase, nuk e qasën francezët, po këtu erdhi dhe imponoi të tjera të thëna e të tjera të bëra, ka imponuar dhe ka dalë. Nuk u krijua sot Rama. U krijua dhe nga indiferenca jonë. Ne kemi bërë vetvrasje me indiferencën tonë, një vetvrasje të shtrirën vite. Shqiptarët janë kaq papërgjegjshëm sa shkatruan bondin, familjen e tyre, e gjithë tjerat. Kush kërkojmë ne fajin të këta? Asnjëri nuk ngopet me pushtet po e le. është vërtet. Ne i krijuam këto. Madje një prej Unë kam njohur butak pa fund, njerëz pa vlerë. Burra jo, po edhe pa vlerë, edhe në edukim e gjitha. Dhe sot sillen si zotër i eron, si studimtar, si njerëz, a thua, po tani tyre. Tani, po ti marrësh ti them me emra kështu, dhe patjetër do vi dhe ti them edhe me emra, se ku e teprojnë pasaj edhe ne na mbushet kupa, po kush i bëri këto? Indiferenca jonë. Ne kemi indiferencën që të shohim njëri që hyn ministër, hyn deputet, me se hyn fillimi, ose hyn me parët e krimit, dhe pastaj fillon dhe biznesmen. Dhe flasim për kushtet e rënda shqiptarëve. Ta kesh ti rezortin tani 5 hektar atje, me ndërtesat ushtarake që ja ke marrë partit ushtarake të tjerë, ma ke bërë atje agroturizëm dhe flet ti për hallet e shqiptarëve. Po këta nuk pushojnë duke folur për hallet e shqiptarëve, ndërkohë që punojnë pa pushim vetëm për xhepin e tyre. Pra, këtu i bie pa fytyrë, se unë nuk mund të trafon fytyra. Unë atë që e mendoj, unë e them. Dhe atë që e them oralisht, jo vetëm e mendoj, po dhe besoj. Po Romeo, ne duhet i ballafaqojmë të atë gjitha. Do filloj media, por ora zotni ti del tu me mua flet këtu. Po ti e ky më vëlla. Kështu dhe pushtetin. Po ke thonë kështu dje dhe po thua kështu sot. Dhe në base ka më vlerë edhe se një protest, edhe se një shkop kokë si i bie. Po ke thënë kështu më,
ta detyrosh atë totore, po, ka mashtru, thot. Po si do të besoj nesër unë ty, prapë. Po nuk mund vendosim ne i standard që ata që i gënjejnë, që thonë ndryshe në fushata dhe veprojnë ndryshe pushtet, këti standard ku të veprojnë në mënyrë automatike, edhe pune e imunitetit. Në botë jashtë ikën në mënyrë automatike, është e shkruar dhe e zbatueshme. Ti je në ndjekje penale, s'ke imunitet. Romeo, do të bëj dhe një pyetje të fundit. Angela Gaci, numri 2 i qeverisë, njeriu më i besuar i Edi Ramës, tashmë ka dhënë dorë heqjen. Në media u përfol që ka vajtur, ka pasur dhe ai nga 3 orë intervistën SPAK përveç intervistave tjera. Pse pikërisht në këtë moment, se duket sikur në një anë është Akshi dhe në një anë tjetër është dhe numri 2 i qeverisë. Çfarë ndodh konkretisht dhe si e ke parë ti këtë lëvizje? Po jo më, shiko, janë 13 vite qeverisi bëhen tani në shtator. Se shtator 2013 ka një në përzyre. Janë 13 vite gjata ku unë abitem që nuk ka iku më përpara. Edhe nga konsumimi, po dhe nga lodhja. Është e pamundur të drejtosh kaq gjatë qeverisi pa lodhur dhe pa krijuar fira të mëdha më pas. Ka shumë dinamika qeverisja. Kështu që unë nuk abitem që t'jenë gjitha këto. T'jenë mbledhur të gjitha kushtet që edhe ai vetë mos ketë më dëshirë, as oreks për të shkuar në zyrë, mos jetë në gjendje mbase edhe shëndetësore, edhe me këto yre daljet në SPAK, edhe ka thonë, ora, unë deri këtu e kam, nuk e vazhdoj dot më, e mbaroj kjo punë. Ne kemi menduar për dinamika dhe më të shpejta. Këtu ka disa ministra që kanë qenë nga viti 2013, që s'kanë bërë asgjë të veçantë, kanë ndruar nga 10 ministri dhe vazhdojnë dhe rrinë. Tani këtu duhet të thotë që duhet të rish edhe në stafin e vet, kryeministit të rish atje si e besuar. A e bën punën një? Besimi shkon krahas punës. Edhe unë besoj që janë gjitha këto, mbas edhe lodhja, konsumimin publik, arsye shëndetësore, arsye ligjore. Nuk e përcaktoj dot se është një vendim që është marrë dhe është zbatuar në mirëkuptim të dy atyre, të Ramës dhe të Agaçit. Po besoj që momenti që shkon ato zyra dhe mund t'jesh kështu mund t'ikin dhe tjerët, përsi lejojnë dhe tjerët. Fakt, kjo është për të marrë vesh në ditët të vazhdim. Por, Romeo, interesante është kundrojnë ministrat edhe kryeministrit. Tani, qarë është stafi nga mbrapa, unë e quaj pjesë stafit. Se qarë bëhet me stafi, mu nuk më intereson. Ne kemi votuar populli ka votuar për Ramën dhe nuk ka votuar për Agaçin. Se kërë zgjedhë i stafin e ti, ti ndroj si dojtë, bëj qatë dojtë. Romeo, të falenderoj shumë për kohën tuaj. Edhe unë të falenderoj. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndjek live këtu në Antena Televizion, duke ju rikujtuar mos u largoni nga Antena Televizion, bëni subscribe, regjistroni, shpërndani në për diaspor, pas pak do të rikthehemi përsëri mbi një intervistë e cila do të ketë fokus çfarë po ndodh në gjykatën e Agës. Mos u largoni, shihemi pas pak me Muajer Malpeçin.